Kemi qenë të pangrënë, na u kanë vrarë shokët. Do është me flajt me revole në jastyk. Qatë revole për 1 vjet pas luftës kum pas punë me hek. Gratë kanë qenë të gjitha të zgjuara, burrat fshehur. Do gratë po i rujnë burrat. Kanë qenë i farë pararoje e burrave. Jënë dalë disa feministe, thutis që feminizmi është projekt, deri në ora 5 ka feminizëm, mas 5-ve nuk e di. Solidaritetin mes grash mungon. Kur vjet puna te emrimet, pozicionimet, nuk e keni idenë sa shpejt mirën vesh burrat. Ditë e parat pas luftës mbaj mend që kemi zbrit në qytetin e Pejës. Aty e kemi gjetë një qytet fantazm. Çka kum dëgjuar prej familjes teme çka ka përjetuar gjatë luftës në Gjakov, unë kum përfunduar të ju them pse si njarnin çk. Rrugtimi i gjatë ka qenë. Dhe s'ka qenë i shtruar me lule. Përshëndetje, mirë se vini në episodin e parë të podcastit që zhvillohet në kuadër të Institutit për Gratë, Paqen dhe Sigurinë të Fondacionit Jahjaga, nisëm kjo e themeluar nga Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga. Për temën e parë, në këtë episod do të flasim për gratë luftëtare të UÇK-s dhe rolin e tyre në shtet ndërtim. Me mua janë 2 zonja të cilat kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në çlirimin e vendit, si dhe në proceset shtet ndërtimit të Republikës së Kosovës. Mimoza Shala dhe Hyrje Veliu, mirë se vini. Mirë si gjetëm. Merci. Ju kishim lutur fillimisht nëse mundeni me u prezantu pak. Po, ju veç na prezantut, ndoshta s'ka nevojë shumë tjetër me shtu, jam Hyrje Veliu nga Prishtina, ish ushtare e UÇK-s dhe tani mësuese. Unë jam Mimoza Shala, si që cekët, jam ish ushtare e UÇK-s, që 15 vite jam aktiviste politike, njëkohësisht edhe përfaqësuese në Kuvendin Komunal në Gjakov që 12 vite, dhe më thonë që 13 mandate. Si e keni imagjinuar Kosovën pas 20 vjetësh, atëherë më 98, 99, si e keni pasur vizionin juaj për një Kosovë të çliruar? Çka ju ka dalë ndryshe? Hyrje. Po, para se të flasim për vizionin, unë duhet kthehem mbrapa në atë 10 vjeçarin e zymt të viteve të 90-ta, dhe më thonë, na kemi qenë në një represion total nga pushtuesi serb, dhe situata politike, sociale ka qenë e rënuar totalisht në Kosovë. Për të mos i hi historikut që ne kemi qenë të përjashtuar nga çdo institucion i asaj kohe. Edhe normal për të mbri në kohën kur të rinjt edhe të rejat u rokën armët edhe filluan luftën për liri dhe pavarësi. Në atë moment, do të thënë momentin kur filloi lufta edhe gjatë gjithë periudhës së luftës, sigurisht që si me thamë vizioni ynë ka qenë i qartë që liria do të arrihet. Po pastaj liria erdhi, por puna është që pas liris çfarë? Pas lufta neve nuk është që na ka gjetur shumë të përgatitur, të them të drejtën. Ndoshta për arsye sepse edhe vetë lufta, si me thonë, u ndërpre në sensin e asaj që ne u bëm luftëtar, lufta përfundoi. Dhe ne nuk kemi pas shumë mundësi gjatë kohës që të mendojmë se si do të bëhen zhvillimet pas luftës. Po sigurisht, ndoshta vizioni ynë është, ose realiteti është larg asaj çfarë ne e kemi imagjinuar. Unë të them të drejtën, një luftë kam qenë e re me mosh, edhe ndoshta shkaku i adoleshencës, kur kam guxu me mendu që ne do ta përjetojmë lirinë, se kam pas më shumë ndoshta mendime që nuk do të jemi gjallë. Ka qenë shumë ndryshe se që e kam imagjinu pas lufta. E para dhe më thonë, ajo andra që ne luftonjëm ishtë çlirimin, në rregull, makineria serbe u largu, por pastaj realiteti, dhe më thonë, ne mbaj mend vjeçari i parë i pas luftës, dhe më thonë,
është si mos me pas jetu shkaku I kaosit madh. Domethënë, ne na përballë mandej me mungesë njerëzve, me njerëz të pagjetun që fatkeqësisht edhe sot, me gratë përdhunune, me lloj-lloj problemesh, domethënë që kishin ndodhur. E ajo që e kam imagjinuar para se ta preknim pas luftës, ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Edhe përkundër faktit që përmendi edhe hyria që ne kemi jetu para luftës në një shtypje të madhe, dhunë të madhe, mirë po imagjinata çon diku shumë më mirë. Bashkë me çlirimin nuk erdhi dhe zhvillimi, domethënë u desht kohë me kalu për me pa pak a shumë, domethënë ata hapat e parë të zhvillimit tonë si shoqëni, kam fjalë. Po për juve si gra, çfarë perspektive e çfarë vizioni keni pasur për gruan shqiptare në Kosovën e pas luftës dhe për rolin e saj në proceset e shtetëndërtimit? S'diskutohet që unë kam besu që mendimi I gruas do të lullëzoj pas lufte, sepse është krejt normale edhe pjesëmarrja jo në luftë ka qenë jo vetëm për të luftu pushtusin. Ne kemi ba një farë mënyre një luftë të dyfisht, sepse ndonjëherë është më lehtë ta luftosh një pushtus se sa të luftosh një mentalitet. Edhe ne, si luftëtare, kemi luftuar krah për krah vëllezërve tanë në radhë të UÇK-s, kundër okupatorit serb, por edhe për të edhe kemi luftuar edhe mentalitetin patriarkal që fatkeqësisht në Kosova vazhdon të ketë një mentalitet patriarkal akoma, mirë po është padyshim që gjërat kanë ndryshuar shumë, edhe shpresojmë që ky ndryshim do të thellohet edhe më tutje. Po, pajtona me këtë që po thot hyria, por vetë fakti që na kemi shku në UÇK, domethënë nuk ka pas asnjë dallim prej luftëtarëve tjerë. Domethënë, s'porem duhet me shpreh, vjen mirë që jam me hyrien këtu se kena kohë të kalune bashkë në luftë. Edhe secila prej neve dyjave nuk ka qenë aty as me vllaun, as me babën, as me ndoj burr, po jemi duft, domethënë me bo luftëtarën e vërtet, duke marrë pjesë edhe në front edhe plagt I kemi në për trup. Por kjo që ka ndodhur mas luftës, unë them të drejtën nuk e kam prit që goxha shpejt, domethënë na si shtet I ri kemi pas 2 presidente gra, nëse po flasim për nivelin e lartë të vendimmarrjes. Mirë, po çka unë e konsideroj që duhet të punohet shumë më tepër, është mentaliteti, siç e tha hyria, sepse zakonisht mendoj që edhe në pozicionet më të larta vendimmarrëse, gruaja ka shumë problem me arrit nëse një farforme nuk ja jep domethënë rrugën një burr mrapa. Gjithmonë qëllon një burr mrapa që e pranon një gru është apo s'është për atë pozicion. Mandej janë shumë tema tjera të cilat unë kam problem. Për ta plotsu mimozën, për shembull në rastin ton konkret, sikur unë dhe mimoza të ishim burra në UÇK, me gjaz do të ishim disa komandant me emër. Por nuk jemi. Ne kemi emrin ton, ata s'mund të kohën me emra tonë. E kuptueshme, po flasim prap, po dalim te mentaliteti. Çka deshta edhe me theksu, m'fal, është çështja e temës gjinore, domethënë e feminizmit, që unë kom fillu me pas problem këtë gjë, se jënë dalë disa feministe, thutis që feminizmi është me orar të punës. Domethënë projekt deri në ora 5 ka feminizëm, mas 5-ve nuk e dim. Problemi është shumë I thellë, edhe unë njëtën time shoh që ka gra cilat edhe ka progres, sigurisht se nuk po du me thonë që s'ka. Mirë, po problemi është që e kanë ngatëru çështjen e barazisë. Grus mundësisht mos I krijoni pengesa gjatë rrugës saj. Na nuk kena nevojë për përparësi. Aty se e kanë ngatru, unë jam grua dhe ama. Dhe përveç kësaj, unë nuk mendoj që feminizmi I ka shpall luftë maskilizmit. Nuk mendoj. Gratë, kur kanë qenë të zonja të marrin rol aktiv në luftë, unë mendoj që I kanë kapacitetet e duhura që ato të marrin çfarëdo lloj përgjegjësie edhe në pas luftë, se tani është më lehtë për neve. Por ajo që duhet të ndodh është që grave duhet ju krijohet hapësira edhe të ju jepet mundësia.
dhe ato qajnë përpara, nuk është problem. Pas lirimit të vendit dhe pas demilitarizimit të UÇK-s, në çfarë pozite jeni gjendur si ish luftëtare dhe si gra? Si keni menduar ta rifilloni jetën aty ku e kishit lënë para se ti bashkangjiteshit UÇK-s? Në çfarë pozite jeni gjendju? Ç'a keni fillu me bo? Po, them të drejtën, tani ditë e parat pas luftës mbaj mend që kemi unë me një pjesë të njësiteve të UÇK-s në zonën e Dugagjinit kemi zbrit në qytetin e Pejës. Aty e kemi gjetë një qytet fantazm. Nuk e pa asnjë njeri në rrugë. Edhe mendum që kanë ikur gjithë, po realiteti kishte qenë që shumë njerëz ishin aty, por ishin të fshehur. Forcat serbe veç u larguan ato ditë, kam qenë tërësisht e angazhuar bashkë me shokët edhe shoqët në krijimin e pushtetit lokal në Pej. Në ndërkohë që popullsia kthehej nga Shqipëria, edhe ne duhet përkujdeseshim që ata të futen të sigurt në shtëpitë e tyre që shumë të neherave ishin kthyer në ngërmadha sepse ishin djegura, po serbët kishin lanë mbrapa shumë bomba e mina, edhe ka pas raste shpeshherë që qytetarët edhe kanë rënë ato mina, edhe ushtarët e UÇK-s janë angazhu shumë që ata të shkojnë në për ato shtëpi si pararoj, ta kontrollojnë terrenin para se këta qytetarë të futen brenda. Më thonë, jemi marrë, si më thonë, ju kemi ndihmuar atyre që të rifillojnë jetën, në ndërkohë që kemi kriju dhe strukturat komunale. Si e ndin momentin kur e ke hek uniformën? Uniforma na u bë pjesë e trupit tonë, sikurse edhe arma. Ne krynim edhe detyra ushtarake dhe detyra civile, në fillim s'kishim me të thonë drejtën as roba, që t'jemi sinqert. Edhe u desh keme nejt në uniformë se s'kishim roba tjera. Po s'ka qenë lehtë mi u nda uniformës. Megjithse unë kam vazhdu për 10 vite mbrapa, kam punu në trupat e mbrojtjes të Kosovës, në shumë avon unë jam shkput prej jetës ushtarake. Po, edhe unë, do më thënë, fillimisht në Gjakov, 2 qytete shumë që kanë pësu gjatë luftës. Jo prej zeros, po është dashur me anis prej minusit. Duhet me ditë që luftë mirë nuk ka. Nuk kemi qenë as njerëz që kemi dashur luftën, po e kemi menduar si domosdoshme ka qenë po. Nuk ka qenë e lehtë, është proces që është dashur me kalu secili prej nesh. Unë e kam thënë shpesh që përkundër vështirësive dhe asaj që e zgjedh njeriu me mënyrën me zhvillu jetën e vet, ne kemi zgjedh të vështirën, po unë shpejt si gruaja ka fat me qenë edhe nën. Domethënë mas luftës shpejt jam bo nën e një fëmijë, tash i kam 2. Ai ka qenë ndoshta momenti më i mirë për mu si qenje të spori njerëzore, se mi ka rehabilitu ndjenjat se normalisht në luftë kalitesh, domethënë. Edhe pastaj për kundër hyrjes unë mezi kom prit, domethënë gjëja parë që kam kërku kur jam kthy prej luftës ka qenë me zhvesh uniformën edhe me vesh tesha civile se më kish marrë malli. Edhe sigurisht dashnia për uniformë nuk teket asnjëherë, kjo është e vërtetë se po çka kam kuptuar gjatë krejt kësaj është që nëse një herë je luftëtar, gjithë jetën je luftëtar. Nuk ka qenë lehtë për ne, do të thotë se shumë ngjarje ka ndodhur politikisht, gjëra që të them të drejtën nëse sot i kuptoj, atëherë nuk i kam kuptuar çka është ka ndodhur. Nuk ka qenë lehtë për një luftëtari të del dikush ty që na ka dal kfuri, domethënë unë se kisha kuptuar që u marr një vendim që na duhet më zhvesh edhe na marrin me armë, ti nuk din më çfarë është ndodhur me ty. Po fatmirësisht unë e konsideroj që jena shoqëni e shëndosh sa i përket kuptimit emocional për njëri tjetrin. Mendoj që shumë
se nuk ka vetëm luftëtori trauma, edhe këto duhet me potencu. Çka kom dëgjuar prej familjes teme, çka ka përjetuar gjatë luftës në Gjakov, unë kom përfundu të ju them pse si njarë nuk çka. Do të thonë më është duk shumë më lehtë me luftu, se sa çdo ditë e çdo natë ti me prit kur po të hynë me të masakru, me të përdhunu edhe gjëra të mërshme që ka ndodhur. Sidoqoftë, gjithë ai proces nuk ka qenë i lehtë. Mirë po mendoj që ka qenë i jashtëzakonshëm fakti që ne kemi qenë një periudhë gjatë në UÇK, është përjetim edhe eksperiencë që ti mundesh me jetu me shekuj edhe nuk e merr sepse ka ekstreme, edhe dorën zemër është bardhëzi, nuk ka aty me ushti që thot populli. Dhe me thonë, o je trim, o s'jes, është situata atil që ti duhesh me dëshmu, nuk ke kohë për as mashtrime, as manipulime, dhe ajo të mëson shumë. Njerëz mendojnë që nëse ke qenë në luftë, ke predispozita me qenë kriminal. Ka ndodhur, domethënë. Unë gjithmonë e shoh luftëtorin e UÇK-s ndryshe prej secilit veteran në botë, edhe çdo takim me veteran tjerë ja u kam shpjegu. Unë nuk kam fjetën gjumë me barën që mos kom vra dikon. Nuk jom ndje as një sekond vrasëse. Edhe kjo e dallon luftëtorin e ushtrisë çlirimtare prej secilit veteran tjetër në botë. Unë kisha ashtu këtu, mendoj që jo krejt ashtu Veç sepse çka doshta veç ta vazhdoj mendimin, luftëtari- çka po du me thonë, është që pas luftës, shkaku i këtij përjetimi që të paktën unë e kom pas, se secili kemi kandin ton, unë e di që ju mbo shumë njerëzore. Unë e di që për mu sot shumë ka rëndësi shëndeti, unë e di që për mu sot ka shumë rëndësi jeta, e di që ka shumë rëndësi me ja ngjit njëri tjetrit dorën, se edhe ato sfida që i kemi pas në luftë, po kthejnë atë perspektiva gjinore. Nëse na kemi pas një ditë luftime, kemi qenë të pangrënë, ose na u kanë vrarë shokët në luftime, unë as gjumin mandej se kom bërë atë. është dasht me flajt me revole në jastyk. Edhe qatë revole për një vjet pas luftës, dhe më thonë, kom pas pun me e hek, se ka qenë siguria vetme, dhe më thonë, është luft brenda luftës, është përjetim që ndoshta edhe fjalët shpesh janë të varfër në krahasim me ato që e kemi kaluar në atë periudhë, është mësimi i jashtëzakonshëm. Po luftëtari i UÇK-s ka qenë luftëtar lirie. Po. Edhe luftëtarët e lirisë thelbësore kanë njerëzoren. Prandaj, adin, për ata deshta me ndërty hyta ajo pjesa. Ndërka që pas luftës ky procesi i demilitarizimit ka qenë i dhimbshëm, ka qenë gati i papranueshëm, ka qenë shumë e vështirë për neve me pranu që na duhet tani me u zhvesh nga ajo uniformë dhe me i dorëzu armët me cilat ne i na identifiku, me cilat na e kemi fitu lirin. Mirë po ka qenë proces që është dasht të nënshtrohemi, edhe mbas ati demilitarizimi është kriju forca e trupave mbrojtje të Kosovës, edhe tash nëse do të më pyesje ti po pse vazhdova aty? Unë vazhdova aty sepse qëllimi rrugës ndryshoi. Në gjatë rrugës ndryshoi qëllimi ynë. Tani, sepse nuk ka shtet pa ushtri, dhe qëllimi ynë ndërkombëtarët TMK nuk e pranonin si ushtri. Por ne vazhdonim t'i shërbenim asaj trupe, sepse qëllimi ynë ishte që ne ta krijojmë ushtrinë e Kosovës, me cilën identifikohet edhe shteti, apo? Kështu ka qenë realiteti. Si luftëtare edhe si gra, cila ka qenë dita ma e rëndë edhe ma e mirë për ju para luftës edhe mas luftës? Para luftës, këtë 10 vjeçari, çdo ditë ka në rëndë. Po nëse më pyet personalisht cila ka qenë dita ime më e rëndë, për mua dita më e rëndë ka qenë atë ditë kur janë vrarë gjithë familja e Jasharve. Ajo ka qenë dita ime më e rëndë. Ndërsa dita ime më e mirë ka qenë kur
e kam kap pushkën, edhe jam shku, ju kam bashku shokve, edhe kam pa që fryma edhe ndërkombëtar se për një kohë neve na kanë trajtu si organizat terroriste ndërkombëtarët. Por kur kjo ka ndru, unë e kam pa që ndryshimi është i mundur. Mirë, tha Jeta, dhe më thonë, na kemi jetu para luftës me prind dëbun nga puna, me shkolla të mbylluna, me orë policore dhe nuk mendoj që ka qenë ndoj ditë më lehtë. Është e vërtet kjo që tha Jeta që familja Jashari ka trondit një shqiptari. Edhe unë e mbajnë mend kur u ktheva prej shkollës, ka qenë nana edhe bia, një shoqe jona, e kishin marrë lajmin, dhe më thonë, edhe qanin kështu me të madhe, dhe mendova herë që ka ndodhur diçka në familje. Edhe kur i pyes thanë që familja Jashari më shpjegoi. Aty për kundër faktit që ka qenë shumë me rënd, unë mendoj që ajo familje e ka bua atë efektin të secili prej nesh për me u mobilizu. Edhe kjo, dhe më thonë, paraqitja e UÇK-s, unë nuk e di kush kanë qenë do vajza, po ka qenë një spot që esnin në rresht, edhe jëm gëzu shumë, thash pas ka vajza në UÇK, vajzat edhe i kom thonë, prind kanë qenë aty, po e di që se më kanë marrë atëherë seriozisht, se isha rej shumë, thash unë kam me shku në UÇK se ka vajza. Ajo ka qenë momenti, edhe çka dita më mirë është ideja që ti i takon tashma një uniforme që nuk prezanton frikë edhe dhunë. Rreshtimi në UÇK ka qenë seriozisht diçka e jashtëzakonshme. Unë gjithmonë kur ta flas me shokë shoqe që jemi shku në Glogjan fillimisht, ka qenë Adnani me Lohanin, tashmë heroi i Kosovës në pikë, edhe na planifikonim se sa kena me i përqafu, e aty kur i takum u shtangëm se ishtë diçka e madhështore për atë periudhë. Kështu që nuk kemi ka i ikim, domethënë gëzim e rëndim janë të uniforma për atë periudhë. Rinisja e një jetë të re, tani më në një Kosovë të çliruar, ka qenë sfidë për secilin prej nesh. E sidomos për gratë, duke fillu prej fëmijëve, për kujdesin për familjen, ushqimin, shtëpit. Si ka qenë kjo pjesë e rrëfimit tuaj, me çfarë mënyre keni normalizuar jetën tuaj pas luftës, pas heqjes së uniformës? Me të thënë të drejtën, ato muajt e parë të pas luftës kanë qenë tepër dinamik. Se tash llogarit me fillu diçka nga zeroja ose nga minusi, si që ta Mimoza, është dasht me pas njerëz, edhe me punu, neve nuk na dilte dita për aktivitetet që i kemi pas gjatë asaj periudhe. Po pastaj normal është ne gjatë periudhës luftës në radhët e UÇK-s na kena funksionu, në sistem ushtarak, njësitët, me dalë me barë rishtin, këpëton? Organizim të Organizim të aman ushtarak, nën komandën e atyre që i kishe udhëheqës, sistem të aman ushtarak. Dhe tash jeta civile është diçka tjetër. Kur e bën këtë pyetje, shpeshherë më kujtohet kur na vizitoi ministri i informacionit Bajram Kosumi në atë kohë në qeverinë e përkohshme, unë rastisi që kisha vesh një fustan. Edhe ai ma tha, po ti po dukesh si djalë në fustan, për shkak se mësohesh në luftë me atë hapin pak si burr me ecë, për shkak të rëndesës e të veshjes, pak mu kthy taman me mendu si femër, pak u kone vështira, kupton. Po gjithsesi, po them që unë nuk është që kam pas edhe shumë kohë me mendu për këtë, se kemi punu shumë, madje familjen e kisha në Prishtinë, kur kam ardhur me i taku, krejt ajo që më ka interesu është veç a janë gjalla, a janë mirë, dhe t'ju blej pak gjëra që t'i kenë,
edhe jam kthy me vazhdu aktivitetin. Po, në fillimisht ka pas punë shumë, po puna me cilën jemi marrë pas luftës ka qenë goxha e rëndë për ne. Kur shpesh e mendoj, ka qenë punë vullnetare, domethënë vazhdimisht punë vullnetare, pa orar, prej se i qelshim sytë derisa i kena mbyll me fjetë, nuk jemi nal. Edhe ka ndodhur që puna jote ka qenë gjithçka. Domethënë unë s'kam qenë e profilizuar në atë kohë për diçka. Domethënë je marrë me letra, je marrë me dikën që ka ardhur me bo zgjidhje për banim, se shumë të kollë në shtëpiat. Njëjtën kohë të kanë thirrë qytetarë që është gjetë një trup në shok aty në kanalizime. Domethënë ne na shkujna marrë edhe me ato. Shpesh thëm pa dorza, pa maska. Domethënë ka qenë nuk e di çfarë pune, nuk e di. Derisa e kom bo një tërheqja është shkaku që u bona nanë, domethënë, edhe tërheqje në familje. Ajo mandej ndryshova edhe mënyrën e të mendumit. Normalisht që u desht me punu për me ardhë në pikën 0 tash që e po të cumë disa herë, ju ktheva shkollimit, studimeve, edhe nuk ka shku shumë kohë, e kum kuptu paktën për veti detyrën e re. Domethënë kontributi për me punu në mënyrë që me u zhvillu vendi. Domethënë me i luftu dukuritë negative që kanë ekzistu, edhe mundësisht me e ngrit zonin, se kushtimisht po them luftë komplet tjetër në krahasim me ato që ishim mësu me e bo. Edhe kështu mandej vazhdoj, po shpjegoj shumë thjesht, por është proces goxha i ndërlikuar, dhe ku të kalon në për të, sinqerisht nuk ka me bo, është një shprehje e popullit, hop pa ka përcy gardhin, domethënë gjithçka është çdo shkollë, derisa e gjen veten, domethënë e të pozicionuar në shoqëri. Si ishin në fillet e qeverisjes politike në Kosovë pas luftës, në relacion me angazhimin e grave në politikë, në vendimarrje, çka është bërë konkretisht? Të gjithë e dimë rolin e grave në rezistencën e Kosovës gjatë viteve të 90-ta, por si qëndroj me këtë angazhim? A është aktiv apo është zbehur pak? Kështu, të qeverisjet mas lufte na jena përballë, me thonë, me disa pushtete. Na kemi prit tash, atë që kemi prit gjatë luftës, pas lufte nuk na doli ashtu si që kemi prit, se kemi mendu që ne do të qeverisim vetë prej fillimit, do të shpallët shteti me një herë, po ndoshta kjo ka qenë për shkak të idealizmit të madh që na ka karakterizu neve, po realiteti ishte ndryshe, për shkak se në Kosovë u kriju qeveria përkohshme e Kosovës, mirë po ajo nuk ishte kompetenca ekzekutive, domethënë ishte unimiku ai që i kishte këtë kompetenca. Domethënë në kuadër të kësaj ka pas gra, mirë po roli i grave normal me vite ka ardhur duke u rritur, se në fillim nuk është që burrat kanë lshu bashkë me qefe dhe udhë. Po normal, ndërkombëtarët ndikuan edhe për këtë kuotën e 30% fillimisht, u arrit që gruaja deshtën 30% e kuotës që takoj grave, e sot unë mendoj që për gratë që janë këmbgulse, ne këtë kuotë mund ta kapërcejmë me kapacitetin që kemi ne. Bile nga njëherë mendoj që këtë kapacitet e kena më të madh ne, se sa burrat, se ne arrim me kry punën jashtë shtëpis, edhe kur shkojmë në shtëpi, burri thotë, jam lodh sot, e gruaja vazhdon mi bo punë tjera në shtëpi. A kupton? Po, ka dallim të madh, do thonë, vit pas viti.
me përfaqësim të grave në qeverisje. E tha edhe jeta, kuota ka bo të vetën. Ta zonë kam qenë kundër kuotës, thësha, pse le të shihet realiteti, se duhet me umësu edhe qytetarë që duhet me mbështet gruaja, jo shkaku i kuotës se kur ka qenë, domethënë pjesëmarrja vetëm e kuotës, se tash i kanë te kalu Po, kuota. tash i kanë te kalu se kanë ndru pak edhe mentaliteti, po. Sigurisht. Po kom konsideru që ma mirë është me u pa realiteti se sa me u bo një farfarë, se që këto janë përfaqësuese. Se ka ndodhë shpesh gratë pa drejtësisht edhe ju ataku je këtu shkaku i kuotës, ndryshe s'kishe me qenë. Ka ndru për të mirë, ka ndru, dhe besoj që ka gra që kanë bo punë të jashtëzakonshme. Shiko, jemi ka flasim vetëm për këto që i njohim, ndoshta i vejmë në theks, për mendimin tim, gruaja ka qenë në rol kyç historikisht, ka qenë edhe prapavi, ka qenë edhe mbështese, se edhe këta burrat që kanë arrit me bo diçka, mbështetjen e kanë pas të gratë. Si e dukshme, si e pa dukshme, e ka lujt rolin e vetë në shoqni, edhe tash fatmirësisht e kanë kuptu edhe subjektet politike që pa granë nuk kanë ku më shku, edhe dorën zemër tash kuota për na shkakton dëm. Kuota ose let hiqet, ose let bëhet 50-50, me që ne si shoqëri jemi të barabartë. Domethënë nuk ka sens mo kjo kuotë, sepse qeverisin e kalune, kjo kuotë i ka dëmtu gratë në parlament. Një nga dëmtunet jam unë. Domethënë, po ta shpjegoj, kanë subjekti cili të takoj vetëvendosja ka arrit që 40 gra me u futë në parlament pa kuotë. Kur janë bo zavancime që disa janë bo ministre, bashkë me presidenten Vjosa Osmani, kuota ora nuk është mo, pse si pas ligjit 30, gjykata kushtetuese ka marrë vendim që nuk zavancohen gra me gra e burra me burra, po ata që kanë vota ma shumë, si pasoj, unë ngela jashtë, do burra patën mundësi me zgjedh edhe ministri, edhe deputet, se ata kanë mundësi në 3-4 vende me zgjedh, ndërsa ne kena mundësi në vetëm çka e meritojmë dhe që punojmë shumë për ato. Çka po du me thonë është që ka akoma hapsin për përmirësime, po unë besoj që kanë me u bo. Edhe dorën zemër jemi ne ato që duhet ta ngrisim zonin që kjo duhet të ndryshohet, kjo duhet të përmirësohet, me që si vend gjatë kësaj rruge, përkundër faktit që ka pas shumë vështirësi, kemi bo hapa, domethënë të mirë. Me qenë përfaqësim organik, jo vetëm... Sakt. Kjo është, domethënë, ajo për cilën unë po them që duhen me ra këto tezat e feminizmit e Po, ama kjo kuotë ka qenë domosdoshme domosdoshme, ka qenë domosdoshme. Se na i kishim pa kuvende sikur do odat burrave ndryshe si shindu. Se tashi na në luftë e vërtetë është që na përveç grave që i kanë ka pushkën në dorë, gratë që përmendim i muza jenë ka një farë pararoje e burrave, mbeso që ka pas raste në qytetin e Gjakovës që kemi shku, ne si u që kur kemi hy, kemi shku në për familje dhe gratë kanë qenë të gjitha të zgjuara edhe burrat fshehur, dhe në gratë po i rujnë burrat, a këpton, kanë qenë një farë pararoje e burrave. Se me siguru ushqimin, po edhe ato me siguru ushqimin, me kontribut me ka ushtria. Kanë mbështet në çdo formë, se është zgjuar arketipi shqiptar. Do të thoni kombi tër ka qenë në kom. Cila është ndonjë nismë që ju e keni ngritur për angazhimin e gruas në politikë dhe angazhimin e gruas në sferën publike në Kosovë? Kom disa nisma. I thash jetës ma heret ka erdhëm këtu hyrije, se tash vajza ja ka emrin jeta. Nga njëherë vetë ekzistenca ka lujtë rol. Unë e di e pata mbajt një fjalimin të TEDx, edhe në një konferencë në Gjakov rajonale për gratë erdhen disa nën oficerët të FSK-s. Edhe për një moment më thonë, a ka mundësi me bo fotografi, unë me knasi, se kur i pash rrej zemra shumë për ato qëndrim atë uniform, edhe tha që ta kemi dëgju fjalimin TEDx, fatmirësisht ishin shkollunë në Anglinë, edhe na ke inspiru që me u bo pjesë e FSK-s. Domethënë nga njëherë vetëm qoftë edhe ky podcast mundet me shërby ose me qenë nismë mirë për
gratë, po edhe në kuvend komunal, ku unë, domethënë jam që 12 vite përfaqësuese, kam ndru edhe kam insistu me bo organet të cilat i shërbejnë vajzave dhe grave. Ta zëm në për komuna ekziston grupi grave jo formal, ajo është këtë. Edhe për mendimin tim, ndryshimin nuk e bojnë vetëm gratë, duhet me e bo bashkarisht, gra dhe burra. Dhe kam insistu për 2 mandate radhazi me u formu komiteti, i cili është i përfshin me burra me gra, edhe është organ i kuvendit, jo organ jo formal, fatmirësisht është arrit, është formu një komitet, po kështu në përditshmëri është përditshmëria jeme diçka që e nisi edhe e bëj për është e natyrshme, nuk është që e bëj për me me u duk ose me majtë si shënim, por thjesht është qenje e cila funksionon ashtu gjatë krejt kohës. Çka është të jesh grua sot në Kosovë? Qysh mundet me ngrit roli grua sot në Kosovë në sektore të ndryshme, për shembull në fushën e sigurisë, ku besoj nuk kemi një numër të kënaqshëm të grave. Ti jesh grua në Kosovë e para, fatkeqësisht vazhdon me qenë e vërtet që gruaja do ta bëj dy feshin e punës të burrave për me mri aty ku mri një burr. Do të punoj 2 fesh. E të pagut më pak. Akoma është sfidë kjo, po ne do të punojmë ne do të vazhdojmë halat, përpiqemi për barazi gjinore, në çdo aspekt, se jo vetëm në fushën e sigurisë. Nëse është e vështirë ti jesh i barabartë në fusha tjera, në fushën e sigurisë është akoma më vështirë. Po problemi është që ne gratë do të tregomi më këmbgulse, edhe që është shumë me rëndësi, ne do të tregomi më solidare me njëra tjetrën. Solidaritetin mes grash mungon, mendoj unë. Sepse nëse ky solidaritet do të ekzistonte, ne do të ishim shumë të fuqishme, sepse ne do ta mbështetnim për shembull mimozën të ngjitej lart, dhe jo ta tërhiqnim poshtë. Është tepër e rëndësishme. Pastaj është edhe edukimi. Edukimi, shkollimi është tepër krucial për çdo individ, e në veçanti për një gru, që është bazë, është bazament që ti të ecësh përpara dhe të krijosh edhe të bësh edhe një karrierë. Se në thash që është natyrshëm është edhe pak më e vështirë për një gru të bëj karrierë, për arsye se ne kemi, si me thonë, ne i bëjmë edhe jetën, ne jemi nana, ne edukojmë gjenerata, ndonëse përveç karrierës jashtë shtëpie, ne kemi fëmijë në shtëpi që duhet t'i edukojmë, dhe ai komb që ka nëna të edukuara, do të ketë edhe breza të edukuar. Nuk është lehtë me qenë gru në Kosovë, absolutisht, por që e kemi dëshmu që jemi, domethënë, të fuqishme, këmbgulse, mendoj që e kemi dëshmu. Pajtona me jetën kur po thotë që gratë duhet të solidarizohen me njëna tjetrën edhe me mbështet njëna tjetrën. Është shumë interesant çka kam vrejt, po edhe na kemi mundsuar me kohën. Kur të vje puna të emrimet, pozicionimet, nuk e keni idenë sa shpejt mirën vesh burrat. Edhe e pozicionojnë një tjetrin. Po, përderisa kjo është ajo që thash, por i kthejna në fillim që gruaja edhe kur e merr diçysh duhet me miratimin e burrit. Nuk ja pranojnë aftësinë, domethënë edhe shumë benefitet që i ka prej natyrës, sepse gruaja funksionon ndryshe, është e ditun. Po sa i përket kësaj tash specifikisht çështjes së sigurisë, unë mendoj që me që kemi arrit me pas edhe general gru në FSK, mendoj që kanë edhe barë me arrit me shtu numrin e vajzave dhe të grave në uniform. Është domosdoshme, është e jashtëzakonshme. Unë e di për shembull Norvegjia ka 50-50. Për ato po them që në disa kuota, se kur t'jep ti shembull në qeverisje, kur t'jep shembull në secilin nivel, ajo sigurisht që ka me ndiku në çdo sferë tjetër tjetës, përfshi këtu edhe sigurinë. Se e kom vrejt edhe në polici, edhe në FSK, janë të jashtëzakonshme vajzat dhe
gratë, qoftë në sjellje, qoftë në përgatitje, qoftë në prezantimin e profesionalizmit, se nëse ti ki me taku një grua ose vajzë e prore, pa të tregu ki me kuptu në mënyrën se si prezentohet, si qëndron në krahasim me një burr që është e mirëqene, e merr lehtë. Kështu që ka punë për mu bo, dhe duhemi me vazhdu, po kjo është si më thonë efektin e bën kur ne në çdo sferë kemi me u kujdes me bo, dhe më thonë këtë progresin cilin po kërkojmë. Si e përjetoni rrugtimin tuaj për të qenit luftëtare të lirisë e deri në kontribuese në shtatëndërtimin e Republikës Kosovës? Cili është mësimi më i vlefshëm i të gjithë këtyne viteve? Rrugtimi gjatë ka qenë, dhe s'ka qenë i shtruar me lule. Po, ky rrugtim më ka mësu që të jesh këmbgulës, gjithmonë do të arrish te caku. Të jesh këmbgulës, ta vlerësosh veten, dhe të mos nënshtrosh. Të mos nënshtrosh para asnjë stuhie. Shumë e bukur kjo që tha. Është mësim që fatmirësisht e kemi. Edhe ka ndodhur situata të mia pas luftës që kanë qenë shumë më të vështira se lufta. Kur po them më të vështira, ne në luftimi përballë edhe me vdekjen. Por lufta na ka mësuar mbijetesën. Domethënë nuk ka pos vdekjes nuk ekziston diçka që mundet me na xhbama. Është e jashtëzakonshme, është kuptim plot. E tha, në momentin që ti e kalon jetën me shumë vështirësi, edhe qysh e tha jeta nuk e ki shtruane me lule, unë mendoj që kemi jetu me plotni. Nuk kemi marrë thjesht frym, nuk kemi qenë thjesht trupa që ecim si mumje, po kemi jetu. Edhe shpesh, unë sot kur të flas me fëmijë, cilët sot janë më të mëdhenj se sa unë që kohën kur isha në luftë, shpesh më duket që i kam 500 vjet, njëkohësisht më duket që kanë shku aq shpejt shkaku i dinamikës që e kemi pas gjatë jetës, se është diçka që thjesht e ke, edhe pajtona me një thanje që thot lexo sa dush, përvoja është ajo që mësuesi më i madh i jetës. Cili është mësimi më i vlefshëm i ton këtyne viteve? Të qenurit. Qëllimi. Në jetë gjithmonë do të kemi një qëllim. Se tjetosh pa qëllim është tjetosh kot. Unë kam një vajzë. Edhe asaj dhe gjithë vajzave të Kosovës do doja t'ju jepja mesazhin që ato fillimisht të arsimohen. E dyta atë që thash edhe më herët për veten time, të mos lejojnë asnjëherë të nënvlerësohen nga të tjerët. Në asnjë moment mos lejojnë nënvlerësim, të jenë këmbgulse në rrugën që e kanë zgjedhur, edhe të kenë qëllim në jetë. Mendoj që njeriu si qenie është e jashtëzakonshme. Po ta mendojmë, po gruaja është më e jashtëzakonshme se njeriu. Nëse ne kemi ardhur në këtë jetë, edhe ekzistojmë, është kjo që thash qenia shumë e rëndësishme, e para duhet ta mësojnë që vetë vlerësimi ka shumë rëndësi. Se shpesh gratë janë ataku si mos bëzo edhe qëndro, edhe na kanë imponu një modesti të madhe. Edhe ajo mandej kushton. Jo, duhet të tregojnë kush janë, të kërkojnë ato që ju takon, edhe thjesht të këmbgulin gjithmonë në atë që mendojnë se u takon atyre. Domethënë, kur mos të heqin dorë nga ajo. Edhe një gjë që do doja me shtu është që është tepër me rëndësi, po kjo nuk vlen, mendoj veç për vajzat, po për krejt, është tepër qëndësore që njerëzit
në jetë të jetojnë me vetëdije. Ti jesh i vetëdijshëm, kush je, pse ke ardhur në këtë botë, cili është qëllimi yt? Pse ke ardhur këtu? Me qenë për veten, fillimisht, është si më thonë, duje veten ma shumë, Po, pastaj sigurisht. shpërndaj për të tjerë. Sigurisht, kur e do vetën, i do dhe të tjerët. Sakt. Zëna Veliu, zëna Shajla, ishte kënaqësi shumë e madhe me ju pas juve në emisionin ton të parë. Faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit nga ju. Faleminderit shumë. Unë po të falemderoj edhe për ftesën, edhe që na bone bashkë në këtë. Ka kohë që si mi pa.